Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek gjeopolitika dhe për të diskutuar mbi këto zhvillime ditën e sotme kam të ftuar analistin Rej Sheu. Rej, përshëndes. Kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Rej, e nisim fillimisht me Europën, ku prej 3 vitesh kanë ndjekur një vit pothuajse të unifikuar izolimin ndaj Moskës dhe sot shohim nga ana tjetër presidentin Macron që flet hapur për rikthimin e dialogut me presidentin rus Vladimir Putin. Pyetja lind se a kemi të bëjmë tashmë me një ndryshim strategjik të Europës, të Francës, apo thjesht me një manovër taktike ndoshta për të mos mbetur edhe jashtë asaj tryezës së paqes. Është pikërisht kjo e dyta, mos të mbetur jashtë tavolinës së paqes. Pak a shumë është kuptuar edhe forma e gjeopolitikës moderne, edhe shkaku se si po shkon konflikti armatosur në Ukrainë, marrëveshja e Alaskës, takimi Trump-Putin, për sa i përket ecuria e mëtejshme, ishte një takim në Berlin tani së fundmi, ishte një skandal i madh i cili goditi qeverinë e Zelenskit për miliarda euro të vjedhura, pra pak a shumë pas një eskalimi për mbi 3 viteve, pak a shumë po shikohet një lloj çaste për të arritur një formë armpushimi dhe përfundim të konfliktit. Pasi kemi parasysh, ky është konflikti i vetëm momentalisht i ndezur në Europë. Por gjithsesi nga njëra anë kemi të qartë edhe qëndrimin, sepse dje marrëveshja u hodh poshtë përsa i përket nga Federata Ruse, flasim për planin e presidentit Trump për vendosjen e një armpushimi në Ukrainë. Gjithsesi do të kemi parasysh disa çështje kryesore që vazhdohet me formën e tensionit, vazhdohet me formën e presionit, gjithmonë që cili do të jetë fituesi i kësaj lufte, qoftë Ukraina nga njëra anë përmjet presidentit Zelenski, qoftë Rusia nga ana tjetër, po përdorin çdo kartë të hapur në lojë në mënyrë për të arritur sa më shumë, për të marrë sa më shumë nga kjo armpushim i cili parashikohet edhe nga ekspertët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe nga ekspertët evropian, për çështje 6 muajsh të përfundojë si konflikti armatosur. Çerdëri, nga ana tjetër, nëse Franca do të hapte kanalin direkt me Kremlinin, ndërsa Gjermania dhe Britania mbajnë ndoshta një qëndrim më të ngurtë në këtë pjesë, a rrezikon kjo të krijojë një Europë me 2 linja, pra një për dialog dhe një tjetër për konfrontim, dhe kush do të humbiste më shumë? Jo, kjo nuk ka për të ndodhur asnjëherë, pak a shumë do të kemi parasysh edhe faktin që Franca ka të drejtën e saj të shprehet federalisht si vend. Siç e ka dhe Gjermania, siç e ka dhe Britania e Madhe, siç e kanë dhe shumë Italia dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, por ama kur vjen puna, nëse do të flasim për politikën e Bashkimit Evropian, ato arrin gjithmonë unifikimin nga njëra anë. Po të kemi parasysh politika e Unionit Evropian kundrejt Ukrainës ka qenë gjithmonë e hapur për një Ukrainë të pavarur, për një Ukrainë brenda Bashkimit Evropian, për një Ukrainë brenda NATO-s. Po të kemi parasysh presidentin Macron ka qenë ndër të parë si të deklaruar edhe më përpara, nëse Rusia do sulmonte nga veriu i Ukrainës, trupat franceze do futeshin automatikisht në luftë. Pra, nëse do flasim për komunitetin evropian, për Bashkimin Evropian, mbështetja e Ukrainës ka qenë gjithmonë e hapur. Nga ana tjetër, është çështja e Shtetit të Bashkuara e cili ka vendosur në dilemë vendet evropiane. Presidenti Trump parashikon për një Ukrainë me territore të cunguara, pra me një lindje me rajonin e Donbasit të dhënë drejt Federatës Ruse, dhe me idenë që sipas amerikanëve supozohet që Donbasi do jetë një zonë e lirë tregtare. Kjo është pika e cila kundërshtohet më pas nga ana e Federatës Ruse. Federata Ruse nuk e do një Donbas të lirë ekonomikisht, por do një Donbas brenda territorit të Federatës Ruse për të mundësuar atë e cila do ishte vendosja e territori natyral toksor për të bërë lidhjen midis shtetit të rus edhe Krimes, portit më të madh i cili është dalja në Detinezi, e cila është absolutisht vitale për Rusinë dhe normalisht do të mbulet me forcë për këtë çështje. Pra, pavarësisht se pikëqasjet janë të ndryshme nga të gjitha krahët, kërkesat janë të qarta, si secili e di se çfarë dëshiron në këtë rast. Duke qenë se kemi të bëjmë me një eskalacion lufte, konflikt armatosur për mbi 3 vite, është kuptuar dhe nga faktorët ndërkombëtar që tashmë është momenti për paqe. Qartë, por kemi presidentin francez Emmanuel Macron, ku thotë se dialogu do të jetë transparent me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski dhe të gjithë partnerët europian, por në praktika mund të flasë një lider i vetëm në emër të gjithë Europës për një mandat të qartë politik dhe ndoshta po e shohim Francën si
si të sillet ndoshta si fuqi autonome dhe jo si një pjesë e një bloku. Në fakt, tendenca për protagonizëm në gjeopolitikë është diçka e cila njihet në marrëdhënie ndërkombëtare prej shekujsh. Pra gjithsecili nga vendet e cili pretendon se është fuqi e madhe, dhe nëse flasim për Francën, po, Franca është trashëgimtare e një mbretërie, e një ish-perandorie nga Napoleoni, i një vendi fitues i luftës parë botërore, dhe një vend i cili ka dhe kontributin në formimin e Bashkimit Evropian. Absolutisht që Franca do mundohet të bëjë protagonizmin. Franca po e bën të gjithë të ndërhyrje duke pasur parasysh nga ana tjetër është presidenti rus Vladimir Putin, i cili nuk i konsideron shtetet evropiane si element për të qenë negociatore në tryezë. Patjetër. Presidenti Putin, në këtë rast, duke pasur parasysh edhe qasjen që është pasur për mbi 80 vite në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Sovjetik më tej dhe më vonë Rusia moderne, pak a shumë këto janë kingmakerat në botë. Presidenti Putin nga ana tjetër ka hequr edhe Zelenski nga ana e plotësimit të një marrëveshje me qasjen e qartë të politikës ruse që kemi të bëjmë me një qeveri pronaziste, me një njeri të cilit i ka mbaruar mandati dhe me një njeri i cili po akuzohet për korrupsion të thellë. Do kemi parasysh që target grupi politikës ruse në përfundimin e kësaj lufte është shumë i qartë. Ata nuk mund ta lejojnë që Zelenski të jetë heroi i Ukrainës. Rusët duan të fitojnë, edhe fitoren duan ta bëjnë në këtë lloj mënyre. Pra Zelenski si entitet politik, si personazh, duhet anashkaluar nga çdo lloj bisede për paqen. Prandaj po ta vini re presidenti Putin, i drejtohet gjithmonë presidentit Trump. Marrëveshja e paqes në këtë lloj rasti po bëhet midis dy të fortëve, që kemi të bëjmë me SBA-n edhe me Rusinë. Nuk po e pyet njeri Ukrainën se çfarë kërkon Ukraina. Të vetmi që po mundohen të mbajnë një lloj qasje pro Ukrainës, pro Zelenskit, është Bashkimi Evropian. Po të jemi të sinqertë. Kur është pyetur Bashkimi Evropian për sa i përket konfliktit Rusi-Ukrainë? Kemi parasysh kryesorët, kingmakerat në këtë lojë do jenë gjithmonë dy superfuqi të mëdha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia nga ana tjetër. Ky është fakt. Në na pëlqen apo s'na pëlqen, ky është realitet. Rei, ti si shikon fitoren e kësaj lufte, kush do të ketë, Rusia apo Ukraina, dhe nga ana tjetër kush do të paguajë faturën më të madhe? Faturën më të madhe për mua do të paguajë Volodymyr Zelenski. Do të paguajë Zelenski për shkakun sepse do të kemi parasysh diçka. Në momentin që flasim për një luftë, një hero lufte është njeri i cili sakrifikon për vendin e tij, që jep gjithçka për vendin e tij. Fundi i luftës tregoi që Zelenski u bë miliarder. Zelenski edhe miqtë e Zelenskit u bën miliarder. Kjo është problematika, prandaj unë mendoj se Zelenski do jetë humbsi i madh. Do fitojë Ukraina. Do fitojë Ukraina sepse do vendoset brenda Bashkimit Evropian. Do ketë mbrojtjen ushtarake të vendeve evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ketë parat e Bashkimit Evropian për të modernizuar dhe për të bërë efort si Gjermania dhe Polonia. Pra do bëhet kufiri i ri i Europës. Do fitojë Rusia. Do fitojë Rusia sepse në fund të ditës nuk do ketë NATO në Ukrainë. Nuk do ketë raketat e Bashkimit Evropian ose të imperialistëve të dikurshëm në portat e shtëpisë së saj. Fiton Rusia sepse siguron lindjen. Lindjen e cila nëse do të futemi aspektit gjeopolitik, gjeostrategjik, po flasim për toka dhe për një popullat e cila që në fillim të konfliktit ishte pro-ruse ose majoritare ruse. Pra pak a shumë jepi Cezarit atë çfarë i takon Cezarit. Rusia do marrë të vetën, Ukraina do marrë zhvillimin, Amerika do marrë fitimin e saj si elementi kryesor botëror sot për stabilitet dhe për paqe. Pra do vendoset në krye të skakjerës politike të diplomacisë botërore. Është mirë, Rei, një tjetër element kyç është se Macron kërkon që Europa të mos lihet jashtë negociatave të dominuara sigurisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mund të jetë kjo një përpjekje e Parisit ndoshta për t'i thënë dhe Washingtonit se Europa nuk është më spektatore dhe nga ana tjetër a mund të përkthehet si një tension i heshtur transatlantik? Në fakt, ajo çfarë
presidenti Macron po mundohet të thoj edhe e përkrahur edhe më përpara nga Scholzi në Gjermani, ka një farë sensi logjik. Tashmë Europa duhet të japi një lloj fryme që ne mund të dalim dhe Bashkët e Bashkuara të Amerikës. Pra ka 80 vite Europa e cila u formosua nga plani Marshall dhe që qëndron në tutelën amerikane. Unë jam dakord që Europa duhet të jetë fort. Unë jam dakord që Europa duhet të jetë mbi ato baza politike, strategjike, ekonomike, sociale, fetare që ka pasur përpara shumë kohësh. A është Europa sot në gjendje për ta bërë këtë lloj nisme, qoftë politike, sociale apo ekonomike, apo ushtarake në fund fare, siç po kërkohej nga presidenti Scholz, edhe e mbështetur nga presidenti Macron, se të jemi të ndërgjegjshëm. Ajo çfarë ka rëndësi në fund është ushtria, sa e fortë ke dhe se sa në gjendje je për të bërë presionin politik nëpërmjet forcës. Pra të bësh ato që politika amerikane e ka në doktrinën e saj të mirë përcaktuar, paqen nëpërmjet forcës. Europa nuk e ka këtë lloj koncepti. Për shkak të disa elementeve të ndryshme. Për elementeve politike, ekonomike dhe sociale, emigracionit, çështjeve ka shumë mesele brenda Europës. Për të arritur në këtë lloj faze që thot Macroni. Po, jam dakord, mund të arrihet, po kjo gjë mund të arrihet vetëm në momentin kur Europa të shuhe problemet e saj të brendshme. Dhe momentalisht po flasim për një moment i cili nuk është i mirë për Europën. Pra kemi një dështim të politikave të majta në Britaninë e Madhe, me protesta kundrejt emigracionit, çështjes ekonomike, por edhe ndaj elitës politike në pushtet, të cilët po cilësohen si të paaft për të vepruar politikisht dhe decisiv në momente kyçe. Kjo është faza e parë që duhet kalojë Europa. Prandaj është shumë e vështirë. Pastaj do kemi parasysh diçka tjetër. Bashkimi Evropian është entitet politik shumë i fortë, por ama është shumë i përcaktuar në Komunitetin Evropian roli i parlamenteve lokale. Pra është e vërtet që ka përfaqësues në Parlamentin Evropian, po Asambleja në Francë luan shumë. Bundestagu në Berlin luan totalisht rol tjetër. Presidenti Macron në këtë moment është një moment të vështirë politikisht. Do të kemi parasysh që ka protesta ndaj Macronit. Qeveritë në Francë, flasim për qeveritë që dalin nga Asambleja, nuk e duan më Macron. Macronit i kërkohet dorëheqja dhe Macron nuk e jep dorëheqjen. Pra në një farë mënyre kemi të bëjmë me një individ i cili është në probleme të thella politike të brendshme. Dhe cila është zgjidhja më e mirë në këtë rast? E janë kryer një armik të jashtëm. Edhe fokusohemi tek armiku i jashtëm për të hequr elementet tona të brendshme. Kështu që a ka të drejtë Macroni nga ana politike, doktrine? Absolutisht që ka të drejtë. Duhet një Europë e fortë që të jetë vendimarrëse, madje në këtë rast që flasim për konfliktin në Ukrainë, të ketë edhe veton e saj, edhe hapësirën e saj për të folur. Por ama të jemi të sinqertë, nuk e pyet me njëri Bashkimin Evropian. Në momentin që flasin dy të mëdhenjt, Rusia dhe Amerika, këta heshtin. Prandaj, unë doja praktikisht ka të drejtë, praktikisht të shtonë. Qartë, unë doja të theksoja që edhe pse Parisi thotë se Ukraina do të jetë pjesë e çdo procesi, ndryshe e dim se historia na ka treguar, historia europiane, pra një edhe marrëveshje të cilat në tryez nuk kanë pasur palën kryesore. A ka reale ndoshta që edhe Kievi të shqetësohet se dialogu me presidentin rus Vladimir Putin mund të rrshqasë ndoshta në kompromise territoriale? Atëherë, në çast do të futemi historisë politike të Europës, atëherë do të bëjmë që të japim një sens logjik bisedës, do të themi duam një Europë që ka vetëm Ukrainën, apo duam një Europë e cila do përfshi edhe Rusinë brenda. Qartë. Do të thotë do ta kemi të qartë cili do jetë plani. Nëse unë do përfshihem te plani politikës botërore, edhe vendosë se një paqe absolute përse përket Komunitetin Evropian, ose teritorit të Europës, absolutisht duhet që edhe Rusia të jetë e përfshirë në politikat europiane. Sepse po flasim për një vend e cila natyralisht ka pjesë në Europë, e cila natyralisht është pjesë e historisë europiane, natyralisht është pjesë e perandorive europiane. Pra du të kemi një qasje të qartë, edhe kjo është ajo e cila mungon sot edhe në përse përket Bashkimit Evropian.
po të keni parasysh që të shikoni deklaratat, thuhet Rusia duhet të jetë pjesë e Europës, pastaj nga ana tjetër është Rusia është agresori. Po të kemi parasysh autokratët e mdhenj që sot janë pjesë e NATO-s ose aspirojnë për në BE, për shembull presidenti Erdogan ka një qasje të mirë për sa i përket presidentit Putin. Kemi nuk po flas për Serbinë, sepse Serbia teknikisht nuk mund të heqë dorë kurrë nga Rusia, por praktikisht kemi të bëjmë me një fije të politikës ruse e cila është në Turqi, është në Serbi, është në Hungari. Pra, ne do të ndajmë mendjen, këta këtu janë armiq apo do ulemi në negociata dhe të quajmë pjesë integrale për një zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë. Do të kuptuar kjo gjë. Prandaj nuk mund të lutemi me dy standarde. Ose do bashkëpunojmë ose do luftojmë. Nuk mund të hecet më, jo po këtej, jo po andej. Po të shikoni, Gjermania është shumë e qartë për sa i përket këtij lloji perceptimi. Gjermanët e kanë perceptuar, ne jemi të gatshëm për të hyrë në konflikt me Rusinë. Presidenti Putin përpara 3 ditësh tha, është çmenduri që ju mund të mendoni se unë mund të dua një luftë me Europën. Se pak a shumë, kjo është diçka e kuptueshme. Kemi të bëjmë me vende të cilat janë të forta. Nuk mund të ketë një fitues midis Rusisë dhe Amerikës apo Rusisë me Bashkimin Evropian. Kemi të bëjmë me teknologji të lartë, me armatime të rënda dhe me një dëm ekonomik katastrofal i cili do ndodhi. Kemi vetëm luftën në Ukrainë. Për 3 vite ka shkaktuar kaq shumë dëme ekonomike. Imagjinoni çfarë mund të bënte një luftë me Bashkimin Evropian në këtë lloj rasti, ose hapja e një fronti të ri në veri. Kështu që praktikisht kjo është diçka e cila edhe e kuptuar nga gjeopolitika, po kalohet drejt paqes. Thjesht ideja është, duke kaluar pak tek ajo që thamë më përpara, është se kush do fitojë më shumë nga kjo paqe. Sigurisht, por re nga ana tjetër, nëse kjo qasje do të dështonte, pasojat e dim që nuk do të ishin thjesht diplomatike. Pra, cili do të ishte çmimi konkret i një llogaritje të gabuar ndoshta për Ukrainën, për sigurinë europiane, por edhe për vetë Macronin politikisht? Macroni po mund, siç e përcaktuam më përpara, Macroni do të jetë pjesë e lojës. Do të vendosë, do të hyjë në histori. Se ideja është edhe kush do hyjë në histori në përfundim të konfliktit. Kush do të heroj, kush do të armiku, kush do vendosë paqen. Macroni, Franca në këtë lloj rasti, absolutisht dëshiron të futet për 2 arsye. E para për të vendosur një lloj tipologjie për sa i përket skakjerës botërore të gjeopolitikës që jam edhe unë këtu. Edhe rasti i dytë, presidenti Macron gjithmonë ka qenë një nga mbështetësit kryesor për sa i përket Slava Ukraini, Ukrainës së lirë dhe në këtë rast edhe ndaj presidentit Zelenski. Dhe nuk mund ta lejoj që të shkojë i gjithë ky investim dëm. Prandaj është një vendosje e qartë politikisht edhe ushtarakisht e Francës për sa i përket ruajtjes së territorit integral të Ukrainës. Dështimi i vetëm në këtë rast ka qenë për faktin sepse Rusia ka arritur të mbajë gjeopolitikisht tensionin dhe presionin në mënyrë perfekte. Edhe duke qenë se ofensiva ushtarake ruse është përqendruar gjithmonë në lindje të Ukrainës, duke nxjerrë në një farë mënyre politikisht blof Macronin, i cili premtoi, nëse e mbani mend, premtoi gati 1 vit më përpara që Republika Franceze është e gatshme të hyjë në konflikt armatosur me Federatën Ruse në qoftë se shkelet integriteti territorial i Ukrainës nga veriu i saj. Prandaj pak a shumë, nëse do vazhdojmë pikërisht në këtë lloj mënyre mendimi, do të kemi parasysh faktin që thjesht jemi në momentin e paqes, jemi gati për të arritur paqen, jemi shumë afër arritjes së paqes dhe po mundohet gjithsecili të marrë një pjesë të lavdis nga vendosja e paqes së re në Ukrainë. Qartë. Mirë, Rej, dhe për të mbyllur pyetja e fundit, sepse jemi në limitin e kohës, në të gjitha analizat politike është përdorur shpesh edhe metafora e ruletës ruse, për vendime ndoshta me rrezik ekstrem. Apo luan ndoshta edhe presidenti francez Emmanuel Macron një lojë me probabilitet të lartë humbje, por për unitetin europian dhe nga ana tjetër a mos ndoshta po rrezikon sepse alternativa është edhe më rrezikshme se kaq.
ke shumë e drejtë, nëse do të flasim për Francën si integritet politik, do të kuptojmë që figura e Macronit në Francë nuk është për figura e një Macronit të dashur nga populli, apo e një presidenti i cili po e çon vendin në periudhën e tij më të lavdishme. Kemi 3 kryeministra që japin dorëheqjen në Francë përpara asamblesë. Pse? Sepse nuk e duan më Macron. Ka protesta në Francë përse përket Macronit. Ka protesta përse përket qasjes së tij. Franca tashmë po kërkon një lloj ndryshimi në politikën e saj. Ajo çfarë ngelet Macronit për të luajtur është vetëm të luajë rolin e eurocentristit. Pra të luajë ato të bashkimit evropian, sepse marrëdhëniet në brenda Francës Macronin nuk e duan. Kemi çaste kur nuk e do vetë politika, më pas do të kalojë te çështja popullore, se sa e duan apo jo. Macronit i kërkohet dorëheqja, Macronin nuk e jep dorëheqje. Pra mënyra e vetë se si mund të luajë presidenti Macron në këto raste, pa pasur gjë personale me individin, no? Thjesht duke bërë një analizë. Është qartë. Të çfarë po ndodh. Je një person i padëshirueshëm. Do të politika franceze nuk të do. Okej, e ke mandatin legjitim, po ke shumë pak kënaqësi. Macroni refuzon të japi pushtetin, refuzon të bëzë të parakoshme, refuzon të kalojë dhe në një test legitimiteti. Se jemi dakord, në momenti kur nuk e do politika, vendoset vetë në provë, a do populli apo jo. Gjasat po tregojnë që populli është i lodhur me Macronin, pa kërkohet një lloj udhëheqjeje tjetër, e cila ndoshta mund të jetë më pak europiane nga ajo çfarë ka premtuar Macroni. Kjo është e vetme që i ka ngelur atij në dorë për të luajtur në këtë momente. Të luajë rolin si një lider europian i angazhuar, i ndërgjegjshëm mbi të gjitha edhe i fortë në këtë rast, përse përket Unionit. Kjo është e vetme karta mbetur dhe duke qenë se është e vetme karta mbetur, këtë do luajë të paktën edhe për 2 vite të tjera derisa të mbarojë mandati presidencial. E qartë, mirë, Rej, të falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit shumë, dëgjohemi sërish. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të dytë, më pas do të rikthehemi në pjesën e tretë për të folur mbi zhvillimet politike sërish në vendin tonë.